Përshëndetje, po nis një vlog të ri sot. Tani jemi bërë gati sepse do ikim që të bëja Adrola një analizë që duhet të kopshti për rimba. Do ikim t'ja bëjmë sot, po pres Endrin të vi, do e bëjmë tek një laborator privat që kemi bërë gjithmonë analizat. Sot nuk e çova Olën në Kopësht se mbrëmje ishim në Tiranë, të le disa pjesë të shkurtra tani këtu. Shiko, Andro. Edhe jemi kthyer shumë vonë, diku nga ora 1, ndoshta, derisa na zuri gjumi, të tjera shkoi ora 2. Edhe nuk mund ta çaja në Kopësht me 2 orë gjumë, kështu që e lash pushim, plus edhe t'i bënim analizën. Edhe po. Në Tiranë nuk është se bërëm ndonjë gjë të madhe, thjesht shkuam si fillim te dyqani me 1500. Kam marr unë një gjë dhe Ola një 2 gjëra të vogla. Doja të shkoja te Sinsei që është hapur te Emeraldi, por nuk shkuam se shkoj shumë vonë. Pastaj shkuam për të ngrënë darkën, pam edhe ndeshjen aty. Edhe u kthyem për në shtëpi, duke qenë se shkoj edhe shumë vonë, edhe nuk kishim çfarë të bënin tjetër, si qendra tregtare mbyllen orën 10, kështu që çfarë do bëni? Këto pak a shumë. E bëjmë edhe analizën shumë e vështirë, po shumë fare e vështirë, me të mbajtur rolën, por që e bërëm, shqyr e bërëm. Tani duam t'ikim pak tek mami i Endrit, e pastaj në shtëpi. Nga një ditë tjetër sot, unë dje nuk filmova fare, se e dini që unë kur shkoj keqe nuk kam motivim fare, dua vetëm të ri, të mos bëj asnjë gjë. Dje ka qenë gjithë ditën shi. Adrolën këto kohë, siç ju kam thënë, këto ditë ma ka çuar Endri në Reqenusho. Ma ka çuar Endri në Kopësht, edhe çohem vesh Adrolën, shtrihem prapë, edhe dje këtë gjë bëra. Do me thënë, nuk e bëj për ditë shtu, po që dje e bëra. Edhe po doja të thoja që kam qenë pa motivim fare. Tani është ora 12 pa pak, po thash të ulem këtu, t'ju flas pak, t'ju përshëndes. Jam bërë edhe gati që mos të vënohem, edhe t'ju tregoj këto 2 gjërat që kam bler tek Euroshop. Në fakt bleu dhe Adrola një lodër edhe këtë shishen që shikoni këtu me Mickey Mouse, shishe për ujë, po që e theu edhe djeto me thënë e theu. I bleva nga këto lirse për flokët, ja ku janë, ishin këtu po që i ka hequr, janë këshu. Me një cupë ishin të gjitha ngjyrë roz, vetëm këto te figura ndryshonin ngjyrat, po që qërën si ka, roza shkon. Nuk e di sa copë ishin, po ishin shumë, kështu që ja mora një. Pastaj kam marrë këtë gjën më të bukur për vete, që kam shkuar shumë herë për ta marrë dhe nuk e gjeja. Derisa te herën e fundit që shkuam e gjeta, edhe është kjo gota këtu. Shikoni çik sa e bukur është. Është qelq, këtë katakun e ka dru. Kishte disa lloje në fakt, ishte kjo, ishte një pak më e madhe se kjo me këtë modelin kështu, apo pak më e vogël, nuk më kuptohet mirë, ndoshta pak më e gjatë edhe më e hollë. Ishte një tjetër pastaj që ishte e thjeshtë, ishte një me bisht, po mua më të roqi kjo. Endri tha merr tjetër, por që thash jo, kur të vi merr tjetër do marr një tjetër. Edhe po kërkoja për pipza, se aty në vend nuk kishte pipza. Pash po ishin kështu metal. Edhe unë doja qelqi që të kombinonte me këtë. Kur shkuam te kasa për t'i paguar, ajo çupa na dha pipzën. Edhe po është kjo pipza qelqi. Tani do mundem edhe unë të bëj këto videot shumë. E mora në fakt se dua të bëj jo kakao, po nga ato bustinat që janë kështu milk
kofi, nuk e di që janë. Edhe këtu do duket shumë bukur. Me pak kapo, këto morëm. Tani si që thash do iki të marr Adrolkën, se nuk dua që të vonohet. Analizat besoj do e marrin përgjigje nesër ose të hënën. Sot është e premte. Sot i quam edhe atë e kuptoni për të bërë analizën për te kopshi, për kërimba. Kështu thuhet. Nuk e di, nuk jam e sigurt. Që të hënën ta marr pastaj dhe ta çoj te kopshti, në qoftë se do dal negative. Pastaj në qoftë se do dal pozitive, do duhet ta mbaj në shtëpi edhe të fillojmë ndonjë kur. Po duke qenë se kanë dalë edhe fëmijë të tjerë pozitiv në kopësht, besoj se edhe Adrola do dali pozitive, po të shpresojmë që të dalë negative. Tani unë kam vënë gjellën andej, mos të harroj edhe ta fik para se të dalë nga shtëpia. E bëra drekën, po dje kishim lënë ne që do shkonim për pica në Vlorë te Properi, po që nuk e ka Proper, Happy Place, Happy Pizza, nuk e di. Po që ka menun e Properit, kishim lënë për dje nuk shkuam, se unë doja të bëja banjë patjetër, nuk e di pse po e ndjeja flokun shumë keq nga ajo që i vendos për të ulur këto qimet e vogla, edhe më bëjnë shumë e ndyrë me atë, më bëjnë si, nuk e di, sigur ke zhytur në vaj. E s'poj dora do të më, kështu që i thash Endrit të ndolajmë tani, pastaj nuk dal më ashtu estapolar, se sigur që do plebitosesh. Edhe nuk e di në qoftë se do ikim sot. Po gjithsesi unë drekën e bërë atje, në qoftë se nuk e ham drek, ta ham darkë, ose nesër, pastaj në drek. Edhe po, nuk e di ç'a do bëjmë sot, do dalim në Vlorë apo jo, po me të parë edhe me të bërë si gjithmonë. Ne ka pak që jemi kthyer, shkuam në Vlorë, hëngrëm pica, pastaj shkuam tek Jumbo pak, morëm një dy gjëra, edhe shkuam te lagja e vjetër në Vlorë, Muradije. Gjithmonë nga tre asaj them ose Muradije ose Muradije. Nice, te Jumbo mora këto, për të cilat edhe shkova, se na kishim harruar dhe këto duhen patjetër. Me që na kapi syri mora dhe Adrolës në kështu, kur vritet, sigurisht që e hapi. Mora dhe këta për te kopshti, edhe këtë sigurisht që e hapi. Ja fut tek çanta një të tillë dhe një me letra të thata, të vogla. Adrola! Mori dhe Adrola këtë lotrën pastaj. Unë direkt sa erdha, u ndrova, u shklyeva, se nuk po doja do të më shklyeva, nuk u shklyeva tamam, vetëm me një letër të lagur. Po që po. Moja Adrola! Edhe po. Mëngjes, ne po ikim në plazh, do i plotësojmë qefin Olës, do ikim në Zvërnec. Duke qenë se kemi shkuar pothuajse gjithmonë në det me gur, Adrola do det me rër, se është një ngrohtë. Sot nuk harrova të lyesha me krem, që mos të skuqem. Erdhëm këtu ne, po problemi është që unë kam marruar të marr syzet, edhe tani nuk më qëndroj dot. Ama uji është val, i ngrohtë, i pastër, nuk e di, ne kemi ardhur këtu te plazhi publik në Zvërnet, në fund te kompleks Algedi, do me thënë do merrni rrugën jo brenda te kompleksit, po anash, edhe të sjell direkt te ky plazhi publik që është shumë, po shumë mirë. Ne kishim ardhur për pak më përpara. Këtu jo, po këtu që ka shumë bukur, shumë bukur.
Është e martë sot. Ka pak që mora drollën nga kopshti. Edhe spedurera do të më të flokët. Ta është i lidh. Edhe t'ju flas pak. Dje nuk filmova se nuk bërëm ndonjë gjë. Shkuam pak tek mami i Endrit, dhe jem aty gjithë mas dite. Para dite nuk filmova se nuk bëra asgjë, thjesht mora drollën edhe në shtëpi. Sot kam kaluar një pjesë të mirë të kohës tek Temu. Janë fiksuar me një palatlete i duar ngjyrë kafe me rozë. Kam pyetur që të bletet në një faqe dhe janë diku te 50.000 lekë. Po duke qenë se këto janë thjesht për sezonin, për pak ditë, po mendoj që të blej në Temu. Kam parë një palë shumë të bukura dhe mendoj se do i porosit ato. Do i ve gjysmë e licës rozë dhe gjysmën kafe. Edhe atletet janë rozë. Ndoshta do vlej një foto këtu që ta shikoni se si janë. Do i porosis me shumë mundësi, do i porosis. Nga një është i 80-a, jam 88-a deri tani për t'i porositur. Lule që më dhurona drolla për vjeshta, po bëra edhe një story me këto. Gjithashtu t'i bëra edhe një story në Instagram, se sa ishin për dimrin, se sa ishin për verën, pranverën, vjeshtën. Se i bëra pak lëm shumë pranvera, vjeshta, pranvera, vera, vjeshta, dimri. Shumica ishin për verën, pastaj ishin për vjeshtën, për pranverën, pas për dimrin. Unë nuk e di, po çuditem kush e ka qef dimrin. Po, unë do doja që gjithë vitit ishte vetëm verë. Okej, edhe pak ditë pranverë. Edhe vjeshtë, në qoftë se mban kështu siç po mban tani, deri në gjysmën të shtatorit. Kjo kohë ka qenë mirë. Okej, dua dhe vjeshtën. Pa të vjeshtën me shi, balt, jo, nuk e dua. Edhe po, unë jam një njeri vere, dua vetëm tjell, dua vap, dua plazh, dua të dala mas diteve, ato rrugët plot, edhe pse dimri më pëlqen për dietorin, për atmosferën që sjell, por që jo, nuk do të krahasoja asnjë stin me verën. Vera është, nuk e di, mrekulli. Më thoni dhe ju poshtë te komentet cila stin e vitit ju pëlqen më shumë. Presoj të më keni dëgjuar me kaq të ulës apo flas tani. Pa drolla jep në një lëvizje të vogël. Kështu që shkova mora analizat e olës, i çova te kopshi, ato që ishte për te kopshi, mora olën, erdha në shtëpi. Tani këtu kam analizat e tjera që duhet t'ia tregoj pediatres. Në përgjithësi kishin dalë të gjitha mirë, vetëm diçka e vogël që duhet ta shkonte pediatra. Po mi shpjegoi ajo te laboratori pak a shumë, por që janë sa terma që ne nuk i kuptojmë dot, kështu që më mirë do na i shpjegoj pediatra. Tani Adrola është këtej, po bën ndonjë rëmuj, edhe unë duhet ta shikoj. Çfarë po bën? Adrola. Çfarë po bën? Ja, po vesh fustanin edhe do ta çoj në stat edhe ku do vi papi. Këtu kanë gjërat që morëm mbram. Dolën pak, po nuk ju tregova më shumë pastaj se unë do njerë haroj që bëj video dhe po, nis, ju tregoj këto pak. Unë ndërkohë kam pastruar, këtu kam bërë gjitha punët. Kjo po bën rëmuj këtu, po nice. Shkuam pak tek Jumbo, normal, donte Ola pas lodra, do edhe të shkoj tek Jumbo. Mora këtë symgjerin se duhet ta ndroj. Pastaj mora edhe këto liset për flokët. I mora me këto ngjyra shumë neutrale pak a shumë, që mundem t'i lidh edhe vet, kur i lidh bisht me gëshet. Ka të bardhë, të zezë, kafe, bezh, edhe po këto. Pastaj shkuam te Waikiki, ka shëndrit, hajde futemi pak se ndoshta kanë bërë ndonjë ofertë. Më shumë donim të shikonim për ndonjë palatlete për Adrolën, por që ato që ishin nuk na pëlqen, plus që nuk ishtin ofertë fare. Pashto kanë atjerët. Nuk janë të bardha, domethënë janë për verën, por që unë doja përdor për në dimër, kur të duhet i vesh kanë atjere poshtë. Ishin 2 deri në 3 vjeç, por që janë goxha të mëdha, nuk ishte 4 deri në 5, edhe nga 3500 Nga 3500 ishin bërë 1400, kështu që i mora 2, këto ishin të fundit në 4 vjeç. Pastaj i mora dhe këto streqet,
ti ketë për tani këtë periudhën që fillon adrola. Këtë periudhën që fillon ftohet pak. Edhe po thoja për këto që ja mora tani për këtë periudhën kur fillon që ftohet pak edhe duhet veshën këto të gjata të pak të holla. Edhe këto ishin 3 deri në 4 vjeç, nuk ishte të tjera, domethënë 4 deri në 5. Edhe këto ishin 2900 lekë. Streqe të thjeshta të zeza. Vetëm këto mora, nuk pash gjë tjetër, nuk shkoj mas larg sepse po shkonte ora për të mbyllur. Edhe po orbitat. Ujta ciklule tani edhe shikoni koleksionin tim të gjetheve. Gjithmonë kur kthejm nga kopshti, Adrola gjen gjethe në rrugë dhe me dhuron. Unë gjithmonë si aprish i marr me vete dhe i kam vendosur gjitha këtu. Bukurosh. Edhe këtë tjetri. I këta futim të Magic. 3 minuta. Këto kokoshkat janë shumë të mira, i morëm brënte shpari, kemi marrë edhe erë të tjera. Kishte kështu me gjallë, kishte me krip edhe një lloj tjetër që nuk më kujtohet. Kjo ishte me lira nga ato shijet e tjera, por neve kjo na pëlqen kjo me gjallë. Ka 3 pako brenda, bëhen në mikrovalë edhe janë shumë të mira. Në qoftë se i gjeni të shpari merrini. Unë tani po bëj edhe mbylljen e këtij vlogut këtu. Nuk e di sa i gjatë ka dalë, por shpresoj që ka dalë pak, që të mundeni të keni çfarë të shikoni. Unë do vazhdoj të lodh me lojën e Olës, e bleu mbrëm tek Jumbo. Kam luajtur pak, më shumë duhet të shtyp kushtin. Po i këti ore. Edhe po se u zgjata prapun. Shpresoj shumë që ky vlog të ketë pëlqyer, ashtu si u them gjithmonë mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe ne bashkë do të jemi si gjithmonë në videon e radhës. Ju puth dhe ju përqafë të gjithëve. Shihemi në videon tjetër. Bye. Bye bye.